Perëndis nuk i intereson gjërat që neve bëjmë për të dukur, por i intereson zemra jote. Edhe vargu 4 dhe vargu 5 këtë gjë po thot. Në rast se ju ndrejshni rrugët tuaj, në rast se ju silleni mirë me njëri tjetrin, në rast se ju e trajtoni mirë, ç'më duan mua këto blatimet e juaja? Ç'më duan mua këto flijimet e juaja kur ju nuk jeni në rregull me zemrën tuaj? Edhe Jezusi këtë gjë u përpiqet që të na mësojë neve sot. Tek Testamenti i Ri pikërisht këto gjëra mëson. Jezusi kur i mësoi ato dishepujve të vet edhe njerëzve, i tha, ju fallqetëtan thotë që mos vrisni. Pra kur e mbani veprimin ti quhesh i fajto. Por unë po ju them, në momentin që juve e mendoni diçka të tillë, ti bëhesh fajto. Pra, marrëdhënia jote me Perëndin nuk është ana jote e jashtme që ti e ke arritur, e ke bërë këtë gjë, o në baram. Por në momentin që ti e ke menduar për të bërë diçka të tillë, atëherë ti je në gabim dhe Perëndia po të rret vëmendjen dhe thotë je gabim edhe ti meriton dënimin në fakt. Por nëpërmjet Jezusit neve kemi atë bekimin, kemi privilegjin që t'i kërkojmë falje Perëndis dhe të pendohemi. Por gjithmonë me zemrën tonë të justifikojmë mëkatet që bëjmë nuk është zgjidhje. Por të kërkojmë falje për mëkatet tona, të pendohemi është zgjidhje.